Kryebashkiaku i Prishtinës Përparim Rama ka njoftuar mbrëmjen e dieshme se ka firmosur një shkresë e cila mundson transport falas për të gjithë veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që nga nesër më 17 tetor do të protestojnë në Tiranë për burgosin e Thaçit dhe komandantëve të tjerë në Hag. Sot kam nënshkruar vendimin për të siguruar transportin për veteranët e UÇK-s që do të marrin pjesë në protestën gjithkombëtare më 17 tetor në Tiranë, njoftoi Rama. Me këtë vendim, kryebashkiaku nga radhët e LDK-s, që është në balotazh edhe për një mandat të dytë, ka ndezur një debat të fortë në Prishtinë, kryesisht me vetevendosjen e Albin Kurtit dhe mbështetësit e këtij të fundit, të cilët kanë sulmuar sot kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për protestën që organizohet në kryeqytetin shqiptar. Megjithatë, qytetarët e thjeshtë e kanë përshëndetur vendimin, duke thënë se gjithë kombi shqiptar i nderon veteranët, familjet e tyre dhe dëshmorët e UÇK-s. Veteranët tanë nuk janë pjesë vetëm e së kaluarës, por janë pjesë e ndërgjegjjes sonë kombëtare dhe Prishtina, si kryeqyteti i Kosovës, do të mbetet shembull i respektit institucional, i kulturës politike dhe i mirënjohjes publike. Me nderim të thellë për të gjithë veteranët, për familjet e dëshmorëve dhe për të gjithë ata që e mbajnë ende gjallë kujtesën e lirisë sonë, shihemi në Tiranë, ju takon respekti i një kombi të tërë, vijon më tej kryebashkiaku i Prishtinës njoftimin e tij. Kjo klim e ndezur reflektohet edhe në reagimin e vetevendosjes, partia drejtuar nga kryeministri Kurti, i cili është njëstroi direkt kryeministrin Edi Rama dhe thotë se në vitin 2015 ai ka udhëtuar me helikopter drejt Kosovës për të bindur politikën atje që të votonte ngritjen e gjykatës speciale, gjykata që po i mban sot në paraburgim çlirimtarët e UÇK-s.